Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta.
vërtet veprimi juaj është i lloj-llojit. Fa amma man a'ta wattaqa, e sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna, dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Fasanuyassiruhu lil yusra, ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna, sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna, dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Fasanuyassiruhu lil usra, ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda, detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula, dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza, unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa, që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla, i cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa, derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, e jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda, gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha, betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla, betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha, betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta, vërtet veprimi juaj është i lloj-llojit. Fa amma man a'ta wattaqa, e sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna, dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Fasanuyassiruhu lil yusra, ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna, sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna, dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Fasanuyassiruhu lil usra, ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda, detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula, dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza, unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa, që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla, i cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa, derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, e jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda, gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha, betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla, betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha, betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta, vërtet veprimi juaj është i lloj-llojit. Fa amma man a'ta wattaqa, e sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna,
dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Fasanuyassiruhu lil-yusra, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna, sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna, dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Fasanuyassiruhu lil-usra, ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda, detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al-akhirata wal ula, dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza, unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al-ashqa, që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla, i cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa, dërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, e jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda, gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha, betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla, betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha, betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta, vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa, e sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna, dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Fasanuyassiruhu lil-yusra, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna, sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna, dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Fasanuyassiruhu lil-usra, ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda, detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al-akhirata wal ula, dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza, unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al-ashqa, që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla, i cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa, dërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, e jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda, gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha, betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla, betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha, betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta, vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa, e sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna, dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Fasanuyassiruhu lil-yusra, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna, sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna, dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Fasanuyassiruhu lil-usra,
ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të vjetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum la shatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të vjetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum la shatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi
kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda, detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al-akhirata wal ula, dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza, unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al-ashqa, që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishur. Alladhi kadhaba wa tawalla, i cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa, derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, e jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda, gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha, betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla, betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha, betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta, vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa, e sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna, dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra, ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna, sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna, dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra, ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda, detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al-akhirata wal ula, dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza, unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al-ashqa, që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishur. Alladhi kadhaba wa tawalla, i cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa, derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, e jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda, gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha, betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla, betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha, betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta, vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa, e sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna, dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra, ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna, sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna, dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra, ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda, detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al-akhirata wal ula, dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza, unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al-ashqa, që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishur. Alladhi kadhaba wa tawalla,
i cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa, dërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, e jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda, gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha, betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla, betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha, betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta, vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa, e sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna, dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra, ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna, sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten të pavarur. Wa kadhaba bil husna, dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra, ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda, detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al-akhirata wal ula, dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza, unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al-ashqa, që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishur. Alladhi kadhaba wa tawalla, i cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa, dërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, e jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda, gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha, betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla, betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha, betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta, vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa, e sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna, dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra, ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna, sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten të pavarur. Wa kadhaba bil husna, dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra, ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda, detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al-akhirata wal ula, dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza, unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al-ashqa, që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishur. Alladhi kadhaba wa tawalla, i cili përgënjeshtroi
dhe uzvraps. Wa sayujannabuha al-atqa, ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, ai që jep pasurinë e tij të vjetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, e jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda, gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha, betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla, betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha, betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta, vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa, e sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna, dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna, sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna, dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra, ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda, detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al-akhirata wal-ula, dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Anzartukum naran talazza, unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al-ashqa, që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla, i cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa, ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, ai që jep pasurinë e tij të vjetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, e jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda, gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha, betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla, betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha, betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta, vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa, e sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna, dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna, sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna, dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra, ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda, detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al-akhirata wal-ula, dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Anzartukum naran talazza, unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al-ashqa, që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla, i cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa, ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, ai që jep pasurinë e tij të vjetën e pastrohet.
وما لأحد عنده من نعمة تجزى e jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë ila ibtigha wajhi rabbihil a'la por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit wala sawfa yarda gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi Bismillahirrahmanirrahim emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit wal-layli idha yaghsha betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë wan-nahari idha tajalla betohem në ditën kur ajo shkreptin wama khalaqa adh-dhakara wal-untha betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën inna sa'yakum lashatta vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa e sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Anzartukum naran talazza unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla i cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa dërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza e jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit wal-layli idha yaghsha betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë wan-nahari idha tajalla betohem në ditën kur ajo shkreptin wama khalaqa adh-dhakara wal-untha betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën inna sa'yakum lashatta vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa e sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Anzartukum naran talazza unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla i cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa dërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza e jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda gjithsesi
ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten të pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të veten e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten të pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të veten e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi
ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al-akhirata wal-ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Anzartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al-ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al-akhirata wal-ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Anzartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al-ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi
ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavor. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavor. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi
ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten të pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Anzartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Dërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten të pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Anzartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Dërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi
ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al-akhirata wal-ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al-ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të veten e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al-akhirata wal-ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al-ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të veten e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi
ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavor. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të veten e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavor. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të veten e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi
ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Anzartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zvraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Anzartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zvraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi
ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al-akhirata wal-ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al-ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të veten e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al-akhirata wal-ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al-ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të veten e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi
ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishur. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishur. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi
ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavor. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Anzartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të veten e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavor. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Anzartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të veten e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi
ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al-akhirata wal-ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al-ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të veten e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al-akhirata wal-ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al-ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të veten e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi
ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavor. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Anzartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavor. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Anzartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha.
untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum la shatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten të pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të veten e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum la shatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten të pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të veten e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum la shatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa.
e sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna, dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Fasanuyassiruhu lil yusra, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna, sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna, dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Fasanuyassiruhu lil usra, ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda, detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula, dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Anzartukum naran talazza, unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa, që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla, i cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa, dërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, e jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda, gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha, betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla, betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha, betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta, vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa, e sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna, dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Fasanuyassiruhu lil yusra, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna, sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna, dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Fasanuyassiruhu lil usra, ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda, detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula, dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Anzartukum naran talazza, unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa, që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla, i cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa, dërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, e jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda, gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha, betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla, betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha, betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum lashatta, vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa, e sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna, dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Fasanuyassiruhu lil yusra, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna, sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna, dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Fasanuyassiruhu lil usra,
ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum la shatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda. Detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza. Unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Derisa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që jep pasurinë e tij të vetën e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-layli idha yaghsha. Betohem në natën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Betohem në ditën kur ajo shkreptin. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha. Betohem në atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum la shatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-lloj. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. Sanuyassiruhu lil yusra. Ne do të përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. Sa i përket atij që bën kopratësi dhe ndjen veten pavarur. Wa kadhaba bil husna. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. Sanuyassiruhu lil usra. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi
kur ai të zhduket. Inna alejna lal huda, detyra jonë është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana al-akhirata wal ula, dhe vetëm jonë është bota tjetër si dhe kjo. Andhartukum naran talazza, unë ju kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha ila al-ashqa, që aty nuk hyn tjetër posa atij që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla, i cili përgënjeshtroi dhe u zbraps. Wa sayujannabuha al-atqa, ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, ai që jep pasurinë e tij të veten e pastrohet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, e jo për ta shpërblyer ndokush që i ka bërë mirë më parë. Ila ibtigha wajhi rabbihil a'la, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda, gjithsesi ai do ta gëzoj atë kënaqësi.